Në sheshin Skënderbej janë mbledhur qindra qytetarë në një protestë organizuar kundër projektit të zhvillimit të zonës së Zvernecit, i cili ka ngjashur debat të gjerë publik në ditët e fundit. Pas grumbullimit në qendër të kryeqytetit, protestuesit kanë nisur marshime me flamuj kombëtar, pankarta dhe thirrje kundër qeverisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i qeverisë. Protestuesit kanë theksuar se shqetësimi i tyre nuk lidhet vetëm me një investim të vetëm, por me mënyrën e menaxhimit të hapësirave publike dhe transparencës institucionale në dhënien e lejeve të zhvillimit. Sipas tyre, projekte të tilla duhet kalojnë përmes konsultimit të gjerë publik dhe të respektojnë standardet mjedisore. Pas fjalimeve të mbajtura para kryeministrisë, mijëra qytetarë nisën marshimin përgjat bulevardit të Shmorët e Kombit dhe në rrugët kryesore të kryeqytetit. Për të 10-ën ditë të radhës, shqiptarët janë në shesh dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama. Revolta qytetare është tashmë në nivele shpërthyese. Forcat e rendit kanë qenë pranishme përgjat gjithë itinerarit të protestës, duke monitoruar situatën dhe duke siguruar mbrojtjen e tubimit. Deri në këtë moment protesta ka vijuar pa incidente të raportuara, ndërsa qytetarët kanë vijuar marshimin në mënyrë paqësore drejt qendrës së institucioneve qeveritare në kryeqytet.